besoj se zonën e bukur që e ndëgjum të leximit Kur'anit, e pam se kemi të bëjmë dohan edhe me një dhunti që Allahu xhaleshanuhu po na mundson gati për çdo vjet e edhe si vjet, e që të kemi mesin ton një numër të mirë të hafizave që na vijnë nga shteti vëlla i Turqisë, ai shtet i cili jena të dëshmitar se vërtet është duke përjetuar edhe momente jo edhe të lehta, sidomos kohëve të fundit, po edhe kjo që ndodhi natën e pramshit, ditën e djeshme. E lutim Allahun që t'i ketë mëshiru ata shahidë dhe ata dëshmorë që kanë ra, e ata të cilët vërtet po mbjellin kësi kobi, ata të cilët vërtet po mbjellin këso dhune e terrori, inshallah Allahu merr hak në ta. Është nëse vërtet që është sprove madhe e cila vërtet mund të themi shtirë se ata njerëz vetëm me fe e me islam nuk kanë bojnë. Ata njerëz padyshim se nuk dinë çka është Ramazani, ata njerëz nuk dinë se çka është as nata e Kadrit, e as çka është agjerimi, as çka është ibadeti, as çka është Islami. Prandaj edhe vërtet e shohim se jemi duke u sprovu anë kënd me njerëz të tillë, po inshallah Allahu xhaleshanu vërtet merr hak në ta, e neve vërtet vetësohemi edhe mundohemi që vërtet me ndjek pro rrugën e Islamit ton paqësor, i cili vërtet ka qenë është edhe do të jetë i tillë.